janë 3 ndërmarrje brenda 2 lagjeve të Prishtinës. Pra, mes Mëshirës dhe Dardanisë gjendet stacioni i autobusëve që menaxhohet nga lëvizjet e vendosje, trafiku urban që menaxhohet nga Lidhja Demokratike dhe ndërmarrja Gjelbërt apo ish hortikultura që menaxhohet nga PDK-ja. Trafiku urban që menaxhohet nga LDK-ja është 200.000 euro borxhe. Ndërmarrja Gjelbërt që menaxhohet nga PDK-ja aktualisht i ka vetëm 70 cent në xhirollogari, ndërsa stacioni i autobusëve, që është vetëm ndërmarrje që menaxhohet nga lëvizja e vendosje, i ka përmbi 1 milion euro në llogari. Pra kjo tregon qartë, këto statistika tregojnë qartë se kush ka menaxhuar me ndërmarrjet publike dhe kush ka qeverisë siç duhet në to. Çdo kush që merr vesh në çështjet e buxhetit dhe në çështjet komunale, e din fare qartë se kjo çështje nuk është një çështje takimesh, sepse nuk zgjidhet edhe nëse i mbajmë edhe 10 takime të tilla. Përderisa kryetari i komunës po tenton që ta përkthejë në fushat zgjedhore tash të nivelit qendror dështimin dhe falimentimin e tij. Pra, vetë qasja është bllokuese. E dini fare mirë, ju edhe vetë vini nga Gjilani, e dini që edhe komuna e Gjilanit e ka një problem të tillë. Pra, si do ta bllokon qeveria edhe një komunë siç është Gjilani, që është komuna më e madhe apo e dyta tash pas Mitrovicës që menaxhohet nga lëvizja e vendosje. Por ka qenë komuna më e madhe që ka menaxhuar brenda lëvizjes së vendosjes. Kështu që çfarë logjike ka pas ne me bë bllokadë ndaj Gjilanit?